Kush e paguan dëmin kur vetura dëmtohet nga gropat në rrugë? Në Kosovë, shoferët përballen çdo ditë në rrugë të prishura, gropat në asfalt shpesh ja dëmtojnë veturat dhe për këtë arsye ata detyrohen t'i paguajnë vetë shpenzimet. Institucionet përgjegjëse, komuna për rrugët lokale ose Ministria për rrugë nacionale kanë detyrim ligjor të mirëmbajnë rrugët. Nëse vetura dëmtohet nga një grop në rrugë, konsiderohet si dëm i shkaktuar nga neglizhenca e institucionit përgjegjës dhe ke të drejtë të kërkosh kompenzim. Ligji për marrëdhëniet e detyrimeve thotë se kush shkakton dëm duhet ta paguajë atë. Po ashtu, ligji për rrugët i obligon institucionet që rrugët të jenë të sigurta. Nëse ka grop dhe nuk ka asnjë shenjë paralajmëruese, kjo konsiderohet neglizhencë. Nuk ka një ligj specifik që thotë qeveria paguan për gropa, por ekziston bazë ligjore që lejon kompenzim si ligji për marrëdhëniet e detyrimeve, kodi i procedurës penale dhe ligji për procedurën e përgjithshme administrative. Pra në Kosovë ekziston mundësia për të kompenzuar për dëmet nga gropat, por duhet të kesh fakte, grop e rrezikshme, s'ka sinjalizim dhe institucionet kanë qenë në dijeni. Fillimisht duke bërë kërkesë në komunë e nëse nuk merr përgjigje, mund të padesësh në gjykatë.